moment saktuar, ne na u dha oferta që të fillon televizja e refugjatëve në drejtim të Kanadas dhe Australisë. Maqedonia e pranoi ofertën. Se shkuan dhe atje. Po, Malizi nuk mbajti asnjë kamp, vetëm thjesht bëri kalimin tranzit e kalonin në Shkodër, dhe nëse ne do të thoshim po në atë moment për këtë çështje, sot nuk do të kishim Kosovë. Do të kishim një tip vojvodine ku shumica do të ishte serbe me serbët e larguar nga Kroacia, nga zona e Kroacisë kur bëri. Edukimi i parë është ushtarak dhe po të nderoj kështu zoti kryeminist. Bravo për këtë qëndrim. Megjithatë votën nuk do më japsh. Po se do e ka thënë ti Ponil për Madeleine Albright, nuk e kërkova votën, tha dhe s'më kërkove gjë, tha ajo. E ke parasysh atë histori? Po diskutojmë diçka që ka të bëjë me detyrën tonë, Karshiadeu nuk ka të bëjë me Megjithatë, ke luajtur një rol shumë të rëndësishëm, pavarësisht se gjithë populli shqiptar ti ishe produkti i shoqërisë tonë, por roli yt është i jashtëzakonshëm dhe unë si gazetar flas që e kam ndjekur me shumë mendje, e them këtë dhe se kam kompleksin. Unë jam djali i ish ushtaraku dhe nipi një ish partizani. A të ka nderuar në një gazetar me kështu? Jo. Është e parë, duhet ta fiksosh këtë. Tani kam një gjë shumë interesante. Një mjek gjerman në kohën e Ali Pashtë Pelenës la Pargën dhe shkoi në Gjirokastër. Aty u martua me një gjirokastrite të bukur dhe nga kjo familje zinxhiri mbërriti te Pandeli Majko. Origjina juaj ndihesh gjerman? Sa ndihesh gjerman? Nuk ndihem fare. Wow, po ti je me origjinë gjermane? Po nuk ndihem tani çfarë them. Mund ndihem gjerman ai sa mund ndihen në mat fiset gjermanike të periudhës Skënderbeut që prodhonin barutin. Po jo, ai Halit Valteri është me origjinë gjermane, e di këtë? Valter është W, kështu ata kjo njëjtë shkencërisht. Mbiemri i parë na ka humbur, pra ai gjermani. Dhe pastaj si ka qenë mbiemri i tij? Nuk e mbaj mend. Nuk e kanë shkruar. Nuk e kanë shkruar. Pse u transformuan? I dyti ka qenë Memeci. Memeci sepse ai nuk fliste. Sepse nuk komunikonte mirë. Jo nuk fliste, por nuk fliste shqip. Po. Si i thon Memeci. Dhe ja vun llagapin më një herë. Memeci. Po, duke qenë mjek dhe nuk u martua me ofertat e familjeve të pasura të Gjirokastrës, po shkoi mori, siç e thatë edhe ju, një bukuroshe. Llagapi ishte Memeci. Pastaj, për arsye Majko. Jo, në fillim Marko e diu. Jo, Majko. Majko direkt? Majko direkt. Po më falni, Memeci dhe pastaj për arsye tregtisë që bënte Katragjyshi dhe Stërgjyshi e morën Majko. Po ishte më tepër një titull dashamirësie. Po tani kjo Majko se tani në fshatrat e Gjirokastrës, Korçës, shumë me radhë, punonin shumë qëjmë bujkrob të slav, të cilët bënin punën e bujqve në tokat e belerëve të Gjirokastrës. Të punësuar aty? Të punësuar, po. Dhe ata i thanë Majko? Eksakt, dashamirësia, po. Majko për gjitha që se di në serbo-kroatisht është nën, mama, nën. Sepse jepnin falë se tjere tjere. Bile, më kujtojt jo kur shkurat në Kosovë. Jo, pritaj, do të temë të timet jonë. Po, mërzita një moment. Edhe i them, pa ku nuk gjetën do të një mbjemër më të mirë, pa më gjetë në fut këtë mbjemërin Majko. Ai duke qeshur, se e kam pas shumë shakatarët veçantë. Më thotë mua, djali më thënë mua, s'ka problem. Ne tha, ja kujtojmë slavëve, tha, mamanda dhe për mirë, pa kujtojmë dhe për keq. Atëre, si jeni ndjerë ju kur doli në revistën Klan, ajo që ju shkot në Kosovë, edhe thristin shqiptarët e Kosovës, Majko, dhe ata, disa serbë kur e dëgjuan, ore, pse e shajnë të kryeministin e Shqipërisë? Jo, historia është pak ndryshe. Po? Kanë qenë gazetarë të agjensive shqiptare. Po? Kaluan kufirin dhe në një moment saktuar, pra kur po të rriqeshin trupat serbe, kalojnë disa kamiona me shpejtësi të madhe dhe i shajnë, po i shajnë nga nëna. Këta thanë, po na shajnë kryeministrin dhe jo vërvitën. Që ka shumë e bukur. Po. A e dini se çfarë kanë nxjerrë këtu? Në dhjetor të vitit 1990, ju keni ngjitur në një mur në fakultetin në degën e inxhinierisë mekanike ku ju studionit, një letër për kryeministin Adil Çarçani. Në fakt, disa moshatarë tuaj quajtën fletrufe këtë. Tip fletrufe ishte. Sepse s'na votoi zëri i popullit dhe ne e vëmë në murin kryesor të korpusit. Kjo është historike dhe aty filloi ta vendos atë. Po.
Dhe vizita e Adil Çaçanit në qytetin Studenti ishte për shkak të kësaj letre ku pastaj shpërtheu. Domthon kaligrafinë e shkruajtur ju? Unë më kam ndihmuar dhe një pedagog. E ke atë fletrufin? E kam. E ke? E kam. Ta dia të kisha thënë merre me vete. Po tani do i bëjmë gjitha në fushat. Po mirë, më premtoj që një ditë do ta bësh publike atë. Sidomos po mora votën tënde me rrezik. Unë po e mendoj tani. Unë po e mendoj këtë, po ndryshoj mendim. Megjithatë, ajo që është sot më e rëndësishme është, më kujtoa kjo se ju përmendet një thënie tjetër të Miloševićit, se më ngacmuat atë. Me shoqatën e gjuetarëve e marr Shqipërinë. Çe ishte 91. Më ka pëlqyer shumë e shpejt. Të ka pëlqyer shumë? Po. Edhe po e di pse më ka pëlqyer. Pse? Sepse s'ka gjë më të mirë se të nënvlerësoj armiku. Ne ishim gjendë të përballshim me Serbinë? Absolutisht. Je i sigurt për këtë? Në 31 dhjetor, ditën e vitit 3, të vitit 1998, unë kam mbledhur shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura. Po. Dhe e kam thënë bëuni gati. Për luftë. Po. Dhe ka filluar përgatitje. Kur ka filluar lufta e Kosovës, 24 mars. Ne nuk kemi bërë thirrje për vullnetarë, s'kemi bërë sepse gjithë fronti me Kosovë ka qenë një... Po serbët janë futur në territorin tonë? Mund të janë futur 2 herë dhe kanë lënë edhe pantallonat aty, nga ndryrja e tankeve tona. Po pantallonat u zhvrarë një serb? Janë vrarë serb, por trupa speciale serbe kishin një fenomen tillë, po ja shpjegoj. Po. Banin disa ganxha me vete, që nëse ju vriteshin shokët, ju hidhin ganxhat dhe i triqnin sepse mbetja e trupit të vrarë në tokën tonë konsiderohej shkelje e rëndë. Dhe ata nuk e çonin asnjëherë situatën që ne t'i thoshim do të bëhet të quhet agresion ndaj Shqipërisë. Do me thënë edhe një herë. E para, e dyta, që ka ndodhur si koncept agresiv, ka qenë rënja e disa bombave nga krau i Kosovës, pra Jugosllavisë në atë kohë, të artillerisë pranë kampeve të refugjatëve. Tëron nga marrë 2 gjeneral të NATO-s, jo Clarkun, dhe kam thënë, o zgjidheni ju tani këtë punë, ose më thoni që nuk po mbani fjalën, se më kanë thënë nuk kalon aty asnjë kampet janë të paprekshme dhe janë në mbrojtjen tonë. Ndërkohë nuk do vjesh. Dhe atje është bërë një bombardim me disa lloj bombash, të cilat mund të kujtojnë vetëm shpërthimin e famshëm të Fierzës, që nuk e di keni parë filmin në fillim të verës, paka shumë bombat natyrave të tilla janë hedhur dhe që prej asë dite nuk është hedhur asë. Në dijenin tuaj si kryeminist, sa serb janë vrarë? Mund të jenë vrarë dhe i kanë tërhequr me ganxha ata, se kjo është e jashtëzakonshme që keni thënë. Janë kapur dhe të gjallë, janë ndërzuar subes. Serb të gjallë për të parë gjë. Sa? Mos ka bëj 1 apo 2. 1 apo 2. Po të vrarë? Po i ka sjellur çka, nuk e kam kapur ushtarët. Po të vrarë sa mund të kenë qenë? Të vrarë, këtë do e marrin vesh hap pas hapi kur të nxjerrin statistikat e plota të arkivës. Për shembull tani ka dalë që është rrëzuar dhe avion. Është rrëzuar dhe avion? Po që e ka rrëzuar UÇK. UÇK-ja. Do të thonë avion serb. Po. Doni të veçoni në një ushtarak tonin atë që me vërtet ju e dedikonit si kryeministër punën dhe organizimin që ai ka bërë? Me ushtarakun që kam dashur më shumë dhe zihesha më shumë ishte Kudusi Lama. E kemi një hero të gjallë? Nuk i ka qef ai këto lloj fjalësh. Ai si ka qef, duhet ta thoni ju si kryeministër. Ka bërë detyrën. Kur e pyeta një herë, i thash ke dal ke vrar në një serb, jam marr tha, e kam marr hakun deri për babgjyshin tim. E kam fiksuar si tani. Sepse aty përgjithsisht gjithë vullnetarët që kanë qenë të ushtrisë të veshur me uniformë kanë qenë Kuksian, Hasjan dhe trupa. Vullnetar? Që nga ajo ditë unë e kam lidhur gjithë marrëdhënien time, të them në të gjitha kushtet njerëzore që mund të thotë njëri që është i lidhur me një zonë, është qarku i Kuksit. Kur më quan si deleguar në qarkun e Kuksit, unë kisha shumë problem, në fillim e kundërshtova, sepse në qarkun e Kuksit, në Kukës Hastropojo nuk i shikoi Kuksianët Hasjanët si socialistë demokratë, unë shikoi të gjithë lloj. Dhe ishte problemi më i madh i imi tani të filloja edhe të fusja pykat në kuptimin të mblidhja. Jepni vota për mua, për PS-n? Po. Por në çdo fshat e kam thënë, edhe në Kukës edhe në Hastropojo që atëherë, që unë nuk vi të kandidoj këtu. Sepse ajo do të ishte që ti ndaja dhe të bëja diçka që unë nuk më funksionon. E keni dhënë përgjigjen për Berishën, po ju bëri një akuzë shumë të rëndë, Jo, më bëri nder.
Pse? Më bëri nder sepse duke më akuzuar, më detyroi që të drejtohesha institucioneve dhe midis tjerave, jo vetëm shërbimi informativ, po SPAK-u edhe pa kërkesë deklaroi që për Pandeli Majkun nuk ekziston asnjë çështje dhe asnjë dokument. Kjo është e vërtetë.